të mohon për doj. Me kënaqësi ju përshëndesim sot në ditën e shkollës sonë. Ju falenderojmë që jeni këtu për të ndarë këtë moment të veçantë me ne. Një ditë si kjo na jep mundësinë të reflektojmë mbi rrugën tonë të suksesit dhe të festojmë të arriturat tona. Shkolla jonë është një vend i përkushtuar për të rritur dhe edukuar presat e ardhshëm, duke i frymëzuar ata të shfrytëzojnë potencialin e tyre dhe të ndërtojnë një të ardhme të ndritur. Le të shijojmë këtë ditë të festës me buzëqeshje dhe gëzim, duke përshëndetur sukseset tona dhe duke u përgatitur për sfida që vijnë para. Le të mbajmë gjithmonë në mendje se fuqia jonë vjen nga angazhimi ynë për një arsim të shkëlqyer për të gjithë. Në emër të të gjithë nxënësve, mësimdhënësve dhe stafit të shkollës, ju përshëndesim përzemërsisht dhe ju falenderojmë për mbështetjen dhe pjesëmarrjen tuaj në këtë ditë të rëndësishme për ne. Të nderuar të praneshëm, tani e ftojmë drejtorin e shkollës sonë, zotrin Mentor Gashi, për një fjalim përshëndetës me rastin e kremtimit të ditës së shkollës.
Të nderuar zyrtar të dyqas, veteran të arsimit, drejtor të shkollave, kolegë mësimdhënës, të dashur nxënës, prindër, mysafirë dhe miq të shkollës. Ju përshëndes përzemërsisht në këtë ditë të veçantë për të gjithë ne. Sot është një ditë feste, me flektime dhe krenarie, është një ditë ku kujtojmë rrugtimin tonë si institucion arsimor. Ishte fundi viteve të 40-ta, ku në fshatin tonë filloi të përhapet drita e diturisë. Fillimisht mësimi filloi në orën e shkollë të Hazir Bilal Zekës e më vonë edhe në shtëpinë e Shaban Xhemal Makullit. Ndërsa disa vite më vonë me vetë kontributin e banorëve të fshatit u ndërtua shkolla e re, paralele shkollës Jeta e Re në Komoran. Në vitin shkollor, në vitin 1967-68, shkolla jonë pavarësua nga shkolla e Komoranit dhe u emërtua me emrin e herojit tonë kombëtar, Bajram Curri, emër të cilin e mban tash e 27 vite. Emri që mban shkolla jonë, Bajram Curri, është emër që ngjall respekt e frymëzim. Ai ishte një simbol i guximit, i dashurisë për atë dhe i përkushtimit ndaj lirisë dhe drejtësisë. Ne përpiqemi që këto vlera t'i përçojmë çdo ditë të nxënësit tanë, të cilët janë e ardhmja e këtij vendi. Shkolla jonë dhe arsimi në gjuhën shqipe vazhdimisht ishte përballur me vështirësi të mëdha nga regjimi i pushtetit serb të asaj kohe. Në vitin 1998-99, kur populli ynë po kalonte kohën më të rëndë të luftës tonë për liri, shkolla jonë ishte kthyer në shtab emergjent dhe bazë e pushtetit lokal të asaj kohe. Zjarri të luftës nuk i shpëtoi as shkolla, pasi një pjesë e madhe e saj ishte djegur dhe pjesa tjetër ishte demoluar dhe shkatruar nga ushtria dhe paramilitarët serbë. Gjatë luftës, u vran nxënësi Islam Kastrati dhe plagos nxënësi Gzim Plakaj. Ndërsa pas përfundimit të luftës dhe pavarësimit të shtetit tonë, në vitin 2009 ndërtua shkolla e re, në të cilën aktualisht ndjekin mësimin 400 nxënës. Këtë vit shkollor kemi arritur suksese në gara sportive dhe në garat e diturisë. Në gara sportive në futsal, ekipi shkollës tonë në nivel komunal është renditur në vendin e dytë, ndërsa në ping-pong kemi arritur vendin e parë në nivel komunal, ndërsa në garat regionale jemi renditur në vendin e dytë. Ndërsa në garat komunale të matematikës, nxënësi Korab Dugolli ka arritur suksese të larta. Gjatë këtij viti shkollor, shkolla jonë në bashkëpunim me TKA-n është pajisur edhe me 3 tabela smartboard, pro tabela të mençura, laptop dhe një fotokopje, të cilat do të shërbejnë për të ngritur cilësinë e mësimdhënie dhe mësimdhënie. Ku për këtë falenderoj edhe drejtorinë e arsimit për mbështetjet e vazhdueshme që po jep shkollës tonë. Po ashtu kemi pasuruar fondin e bibliotekës së shkollës me rreth 200 tituj të librave të rinj për nxënësit e shkollës dhe dashamirët e librit. Falenderoj shtëpitë botuese Pema dhe Hamilton House dhe Institutin Arbanologjik në Prishtinë për këto donacione të librave. Të nderuar të pranishëm, kjo ditë është edhe një mundësi për të falenderuar të gjithë ata që kontribuojnë për cilësinë e arsimit tonë, mësimdhënësit që me përkushtim edukojnë e frymëzojnë brezat të tërë, prindërit që janë partnerë të palashëm në procesin arsimor dhe mbi të gjitha nxënësit tanë, që me talentin dhe energjinë e tyre na japin motivim për të vazhduar tutje. E ardhmja kërkon përgatitje, dije dhe vlera të forta njerëzore. Le të vazhdojmë të ndërtojmë një shkollë ku secili fëmijë të ndihet i vlerësuar, i sigurt dhe i motivuar për të ndruar dhe për të arritur më të mirën nga vetja e tij. Në fund, uroj që kjo ditë të kalojë me aktivitete të bukura dhe me ndjenja të thella me njohje për shkollën tonë. Gëzuar dita e shkollës, Bajram Curri, ju faleminderit. Faleminderit drejtor. Në vazhdim e ftoj drejtorin e TK-s, Zotrin Muhamet Gjuka, për një fjalë përshëndetës. Të nderuara
familjet e dëshmorëve, veteranëve, invalidëve të shtrisë ligjore të Kosovës, nderuar drejtori i shkollës, nderuar ish drejtor, shumë të respektuar veteran të arsimit, të nderuar drejtar të shkollave tjera, zyrtar nga Drejtoria Komunale e Arsimit, të nderuar prindër, të nderuar mësimdhënës, të dashur nxënës. Sot kjo shkollë me krenarin bon emrin e viganit të kombit Bajram Curi. Në këtë ditë memorje, në këtë ditë reflektimi, në këtë ditë kujtimi, me krenari kujtojmë dhe nderojmë mësimdhënësit tonë, nxënësit tonë, mëntorët arsimor, të gjithë ata që sakrifikuan çdo gjë, që ne sot të jetojmë dhe të festojmë të lirë. Sot me krenari kujtojmë dhe nderojmë mësimdhënësit tonë, të gjithë ata që vendosën kur themel në edukimin e brezave. Mësimdhënësit tonë, ndër breza, nuk e kishin vetëm profesion mësimdhënien, por e kishin mision, sepse ata patën mision lirinë e vendit, shtet formimin. Ne të nderuar të pranishëm na mbetet që të punojmë fort në shtet ndërtim. Komuna e Drenosit, Drejtoria e Arsimit, mbetet e përkushtuar për krijimin e kushteve për mësimdhënie dhe mësimnxënie bashkëkohore. Disa nga projektet i përmendi edhe drejtori, ne tashme jemi të krahasueshëm në aspektin infrastrukturor edhe me vendet e rajonit, po edhe me vendet e Evropës. Fokusi ynë dhe qëllimi ynë është rritja e cilësisë në arsim, dhe këtë besoj fuqishëm me angazhimin e përbashkët të gjitha akterëve, mësimdhënësve, nxënësve, prindërve, besoj do të realizojmë synimin tonë për një arsim sa më cilësor. Me lejoni që edhe në emër të kryetarit Ladrovci, t'ju uroj ditën e shkollës me dëshirat më të mira për ju. Urime, shëndet dhe shumë suksese. Faleminderit Zotri Gjoka, të nderuar mysafir. Programin ton do e vazhdojmë me pjesën artistike, ku nxënësit ton në përkujdesin e mësimdhënësve kanë përgatitur poezi, këngë dhe valle përnder të kësaj dite. Pjesën artistike të programit e fillojmë me poezin Bajram Curi, të cilën do ta recitojë nxënësja Eriona Hoxha. Bajram Curi, shkolla ime, në zemër të fshatit, në dritë e jenë. Qëndron shkolla ime e bukur si vetë. Bajram Curi emri me nderën banë, si dritë lirie që s'harrohet kur në anë. Çdo me qes, me pusqeshje shkoj. Në bankat e saj, dritorin kërkoj. Mësoj si yje na japin dritë, na mësoj me zemër e dashurin e shpirë. Në çdo mur të saj, ka histori. Ka sëra fëmijësh, ka fjallur ti, në burë në saj luaj me gaz. Shkolla ime si një shpirt më planë, o shkolle dashur krenaria ime. Me mjetrimi burë zemërtrime, do të dua që thonë me ma, Bajram Curi, shkolla ime, që e kam për bolë. Pas recitimit të bukur të Erionës, ftoj para jush dy vogëljushët të mrekullueshëm nga klosa përgatiture, Art Goshi dhe Ornisa Dugulli me poezi Një vit shkoj shpejt. Një vit shkoj shpejt, një ka gjë ditët e bia, shkoj shpejt e otë se dia, sa shumë glorja e arketime me ofroj pësusja ime. Një vet me shumë rrita, vërtet e shpat, do të me merë malli për mesoj sen, në vizit do të vi prap. Tash një shkrudjat edhe numrat, një për bolet e për fushat, profesionet, orte muziket, është vërtekra, mësoj ka friket. Vite tjetër, ju preftoj, shumë e shumë, do t'jo mesoj, klasa por, nena pret, po që në fat, e shëndet. Të nderuar të praneshëm, me shpresën që po kaloni qaste të mira, me pikët e përgatitura nga ne, kushtuar ditës së shkollës,
Tani emocionet do t'i shtojmë me këngën edhe malit për lëtujnë, të cilën do t'a këndoj Ljarta Shabani. Falenderojmë Ljartën për zërin e mrekullueshëm dhe interpretimin kaq të bukur të kësaj kënge, e cila na ngjolli ndjenjat dhe emocionet e veçanta. Në adresën e shkollës Sul kanë ardhur disa telegrame. Me rastin e ditës së shkollës, drejtoria
dhe stafi i shkollës Rilindja në Dritan ju shprehin urimet më të përzemërta nxënësve, stafit arsimor dhe të gjithë komunitetit të shkollës Bajram Xuri në Nekëz. Ju uroj suksese të vazhdueshme në emisionin tuaj fisnik për edukimin dhe arsimimin e brezave të rinj. Qofshi gjithmonë burimi i dijes, frymëzimit dhe i përparimit me respekt drejtoria dhe stafi i shkollës Rilindja në Dritan. I nderuar drejtor i SHFMU Bajram Xuri Nekëz, të nderuar nxënës, mësimdhënës, prindër, pranoni urimet me rastin e ditës së shkollës nga të gjithë nxënësit, mësimdhënësit të SHFMU Luiz Burakuçi, në flamura Sankës, nga SHFMU 24 Korrek, Fushtice Poshtme, SHFMU Azem Bejta, Shtuplic, SHFMU Migjeni, Baric dhe nga SHFMU Kani Syljaj, Pokleki i Ri, ku shkolla juaj është shembull për sukseset e arritura në procesin edukativ arsimor. Nekëzi me rrethin ka një histori kombëtare të ndritur dhe një shembull atë dashurie, shoti në Nekëz, rriti në çdo ku atë dashës të pushkës dhe të pendisit shotit Nekëz është vetëm historia e kumbit. Nga kjo votër diturie, biti ju është shpërblyer nga mësues, mjek, doktor, shkencë dhe pjesëmarrës të UÇK-s. Shkolla juaj me plot krenari ban emrin Bajram Xuri, heriuni të kumbit. Shkolla juaj është shembull si duhet shkolla, si duhet libri dhe si duhet këmbi. Urime dita shkollës. Në emër të fshatit, kryesia e fshatit i uron ditën e shkollës mësimdhënësve dhe nxënësve dhe i urojnë suksese të vazhdueshme. Me misionin edukativo arsimor në emër të fshatit nga kryetari i fshatit. Me një interpretim të fuqishëm dhe domethënës, do dëgjojmë monologun kushtuar heroit tonë kombëtar Bajram Xurit, të cilin do ta interpretojnë nxënësit e klasës së tretë Anuar Zeka dhe Janar Rusta. Dhe pastaj do ndihni një vallë moderne të përgatitur nga nxënësit tonë të talentuar. Unë jam Bajram Xuri, ju një njeri i zakonshëm. Jam biri i maleve, jam zëri i trimëris. Kur to kesimi venin të huaj, unë nuk rria i qetën. Jo, ngriesha me zemër, me shpirt, me push në dorë. Sepse Shqipëria më thërreste, Bajram ku je? Jam këtu në Shqipëri dhe nuk do të lejoj askënd të të prek. Kam luftuar në Sui e në Burë, në malet e të pisura, në mbreshri plumbash, por zemra ime nuk trembej, jo për vete, po për ju, për fëmijët e lirë. E di çfarë do të thotë liri? Do të thotë të flasësh gjuhën tënde, të ngresh flamurin tënd, të duash atë dheun si çdo nënën tënde. Sot nuk jam, por emri im jeton në libra, në rrugë, në zemrat tuaj. Dhe kur thani me krenari, jam shqiptar. Unë Bajram Xuri, buzëqish nga qielli. Unë jam Bajram Xuri, dhe so herë që një shqiptar ngrihet për të drejtën e tij, unë jam atë. Në frymën e tokës, në erën e maleve, në nxërin tuaj kur thani kur robri, kur të dëgjoni emrin tim, mos me harroni, kur këndojmë himin gjithmonë me kujtoni. Me zërin e tyre të ëmbël, do të paraqiten nxënësit e klasës së 4 me pikën e tyre të titulluar Ti shkollë ju mësuese. Pastaj në skinë, me këngën e bukur Trenusha, do të vi Donar Plakiqi bashkë me grupin e tij. Ti shkollë ju mësuese, shkollë e dashur, që ni na bashkon, virtytin e dijen, ti ni na mëson. Të ju që lodheni me një gjithë ditën, kjo mendje ndritur e kjo zemër shkon.
E sa të kem shpirt, e sa të shojmë dritën, dashnit e ndirin për ju s'na e pakon. Jeni mrekullia jetës sepse jep një dituri, për ne jeni nëna të vërtetës sepse mësoni çdo njeri. A betore na mësuat, në jetë na dhat një ndriçim, por më shumë kujdes treguat, kur na dhuruat edukim. Si harë geografike, për ne do të jetoni, si ditë historike, shtatë morsin ju e meritoni. Alfabetin shqip ngulitet në zemrat tona, si margaritoret në gjerdan, radhitur ku lulëzojnë shkronjat tona. Në rësirën pambarem, ju vetë drit jeni, së bashku në katurem, ju themi faleminderit. Shikon në moj drenush, bukuria jote me vrezi push. E dhe gjon këtë qiteli, e kam nisti kom për ty. E jam vesh me hi e qin, do shta ta thej me ndjen ty. E hajde dalim om, moj shipe moli dom. E hajde dalim om, ja them se bashku. Folën që kem jetoj me thonë, rrugës të të ti kur shkoj e vetla jote krashi por njem, as bjeton mardoj ajra, syni keq kur mos me po. E hajde dalim om, moj shipe moni dom. E hajde dalim om, ja them se bashku om, se unë të dua sa te utën ty te dua sa lahutën sa trenin të në rrugave, pa tu jeve në krejt Kosovën. Hej, unë të dua sa te utën ty te dua sa lahutën sa Prishtine në rrugave, Perizoj në krejt Kosovën. Hej, unë të dua sa te utën ty te dua sa lahutën sa Prishtine në Gjakove, Perizoj në krejt Kosovën. Tani e ftoj drejturin e shkollës për t'i shpërndar mirënjohjet për nxënësit, arsimtarët dhe punëtorin teknik të dalluar për këtë vit shkollor. Ftoj mësimdhënësen Samire Gashi për përkushtimin në mësimdhënie. Ftoj mësimdhënësin Ismet Fana për përkushtimin në mësimdhënie dhe suksesin e treguar në gara sportive. Ftoj punëtorin Gjavit Plakaj për punën e tij si punëtor teknik.
Ftoj nxënësit e dalluar në mësime, Korab Dugulli, klasa e 5 tani, dhe Suela Plokaj, klasa e 9 tani. Për suksesin e treguar në gara sportive në futsal, ftoj Jorik Rukiqin. Për suksesin e treguar në gara sportive në ping-pong, ftoj Enes Fazliu. Nxënësit e dalluar në përklasa. Grupi 1 përgatitur Orgesa Kastroti, grupi 2 përgatitur Enes Flokaj, Gjumije Rukiqi, klasa e para 1, Ljar Bajromi, klasa e para 2, Ledian Rukiqi, klasa e 2 1, Doresa Dugulli, klasa e 2 2, Alea Hoxhaj, klasa e 3 2, Elma Kastroti, klasa e 4 1, Lorena Bajromi, klasa e 4 2, Korab Dugulli, klasa e 5 1, Nea Goshi, klasa e 5 2, Elsa Hoxhaj, klasa e 6 1, Ariona Fona, klasa e 6 2, Trenusha Kastroti, klasa e 7 1, Artian Demiri, klasa e 7 2, Ogran Flokaj, klasa e 8 1, Djorta Goshi, klasa e 8 2, Suela Plokaj, klasa e 9 1, Anita Goshi, klasa e 9 2. Në vazhdim, Ariona Fona do të paraqitet me poezi Nëna Ushtorit, një dedikim për sakrificën, për liri dhe dashurin prindërore, ndërsa nxënësit që mbojnë në duar baluna, bortin emrat e disa herunjeve të popullit turp. Nëna e Ushtorit, përsëri në dhomën time, ra e rësira. Kaloj dita me tjellë, e rësira në zemër më shtijet razi. Ku është tash biri im, i vetë mëllë në qjellë. Atë e përqafova në të ndarë, atë jadhurova u qëkës, ushtëris tonë të parë. E këshillova, lufta me trimeri, me zemër të lirë. Ti të bani armiqt, e jo të kthejni shëndash e mirë. Shumë gjaku derdhë, e kush e disa nëna të shqojnë si onë, vajtojnë për bejt e tyre të rëndë dëshmur. I besoj zërit që den nga zemra, dëgjohet Jehona, armikut do të dëbot nga fisët tona. E djeli i liris të shëndrit në katërand, ushtria u qëkës do të ashliraj, atë dhe unë e bukur anë e mbanë. Në dritare pretë me malë, syri lëti pikën, biri son e lufshkën, e zemra iren kën. Nëna në dritare pretë, me shpresë që sushterë, lutin e qdo frimarje, këtho biri imi shenjtë. Me fotografi në duar, netet i kalar, e zëri i birit në ëndër, ende i kumban. Nëna pritit që në dasëm të ngrej flamurin, po me atë flamur të ambullun trupin. Pas interpretimit të mrekullueshëm të Arionës, Vallja e Liris është pika rollës nga ensembli i shkollës Bajram Curri.
qastet të mira sot, këto ishin të gjitha pikat e përgatitura me rastin e ditës së shkollës sonë. Miru ta kofshin në festa tjera, ju ftojmë për një koktejl rasti në hapësirat e shkollës sonë.